Zonja dhe zotëri, mirë se vinin klubin sportiv. Unë jam Drilon Xhabollari dhe në minutën vazhdim do t'jemi së bashku për cilët e kju zhvillimet më të fundit nga bota e sportit. Java e 13 e Biznes Superiore do të zhvillohet në 2 ditë, të premten dhe të shtunën. Në ditën e pavarësisë do të luhet futboll, me ndeshje vërtet interesante. Duke nisur nga ora 18:00, Elbasani do të pres në stadiumin Elbasan Arena Partizanin në një ndeshje emocionuese. Gjithashtu një tjetër sfidë tepër interesante do të jetë edhe vllazniat e në orën 18:00 në stadiumin Loro Buriçi në Shkodër. Ndërkohë 3 sfidat e tjera të javës së 13 do të zhvillohen ditën e shtunë në orën 13:30 Tirana Egnatia, Bylis Dinamo dhe në orën 16:30 Flamurtari Vora. Për diskutuar më tepër për javën e 13 të superiores dhe atë se çfarë ka prodhuar kampionati ynë, do të zhvillojmë intervistë me gazetarin Jorgis Memo. Jorgis, përshëndetje. Përshëndetje Drilon, kënaqësi. Gjithashtu, ndeshje vërtet interesante dhe aq më shumë në ditën e pavarësisë. Fillimisht një koment për super sfidën e kësaj jave, Elbasani, i cili po kalon një moment të mirë kundër ekipit të Partizanit që po vjen në rritje. Po, është një ndeshje do më shumë për vazhdimsinë, jo thjesht e Elbasanit, por edhe të Partizanit, i cili mendoj se ka kaluar atë momentin e keq që ka pas në fillim të sezonit. Elbasani ekip që e ka konfirmuar javë pas jave që do të jetë pretendent minimalisht për 4-shën e parë dhe maksimalisht për të fituar titullin kampion. Nga ana tjetër Partizani është një klub që natyrisht e nis çdo sezon me objektiva madhor, por duhet kemi parasysh që me atë fillim sezoni, me ndryshimet e trajnerëve dhe me një lumë dëmtimesh, nëse mund të themi kështu të lojtarëve që ndoshta direkt ose indirekt kanë ndikuar dhe në gjithë rezultatet që ka pas skuadra në këtë periudhë. Mendoj se është një ndeshje ku Elbasani duhet konfirmoj veten që është pretendent madhor dhe nga ana tjetër Partizani duhet të ketë atë vazhdimsinë ose mund të bëjë atë hapin e madh për të marrë një fitore në një fushë që natyrisht nuk mund të themi se nëse fiton do jetë surprizë, por është një ndeshje shumë delikate që jo vetëm për Partizanin por edhe për Elbasanin. Jorgis, çfarë ka ndryshuar në këtë sezon tek ekipi i Elbasanit? A e ka potencialin për të luftuar dhe për të synuar titullin kampion? Po, unë mendoj që po. Ndryshimi në krahasim me sezonin e kaluar është faza sulmuese e ekipit. Mendoj se ka të paktën 6-7 lojtarë që mund të bëjnë diferencë në kampionatin shqiptar. Trajneri Gvozenović ka shumë alternativa, jo thjesht në fazën sulmuese, por mbi të gjitha ka konkurrencë në çdo rol dhe kjo është shumë e rëndësishme për një kampionat të gjatë, në sakt për një sezon të gjatë që përveç kampionatit është dhe kupa në mes, që Elbasani të mos bëjë atë gabimin në thonjza që bëri vjet, pavarësisht se ishte deri në fund për 4-shën, por tani ka më shumë eksperiencë, ka lojtar më cilësor se viti kaluar, dhe ata që janë konfirmuar që janë ende pjesë e Elbasanit, që kanë qenë dhe vitet e kaluara, janë rritur më shumë si lojtar, por ndërkohë Mercato mendoj që ka qenë shumë e goditur sidomos me një element si dialog që është zbulimi i këtij sezoni, që e kemi parë thuajse në çdo ndeshje sa ka luajtur ai ka bërë diferencën dhe për më tepër është shoqëruar me fitoret e Elbasanit.